Atëre, pas spotit të shtat publicitar, u kthyem sërish në Porta e Fatit dhe erdhi momenti shumë pritur i rubrikës Porta e Dijes. Le të hyj pra fituesi ynë i parë. Eva. Mama, çfarë kovi? Nga vini zotri? Unë nga Shkodra. Nga Shkodra! Bravo Shkodra! E keni zgjedhur ndihmën? Pa, kam zgjedh. Kush është? A Zevdeda. Ua! Zevdeda! A një dhe? E një gjithë Shqipëria! A kam shak nush. Një duar trokitje për Zevdedën! Atëhere, zotëri, fillojmë. Pyetja e parë për juve është: Shqipëria ndodhet në Afrikë, në Azi, Amerikë apo Europë? Tash në Amerikë, a gjëna me kanë? Në Afrikë, a gjëna mësë me kanë dësa? Në Azi, po në Azi kina kanë me? U që a këna po hojvin, shumë e i do centralën e kanë bo. Këtë Evropë, unë e për ashtej këti herë. Ashtu? Po. E duam Shqipin, si Afrika. 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 Shqipin, Ke djetë? me të numër. Ke me grua i djetë? E du Shqipin, si Afrika. A dhe në thonë mos me mos e trosh, pa hajtë për se vope morë. Hajtë e të Atëre, zotri duhet të vendosësh për mos haro marrëveshjen e asocimit. Asocimit, po? Në Evropë, mëj? Në Europë. Ka në Evropë. Klikojmë? Klikë, mëj? E provojmë. Voje, mëj, voje. Bravo! Keni fituar 50.000 lekë të vjetra. Në Evropë, e? Zhek, mëj! Ka një në Evropë, në? A fitore që? 50.000 lekë! Atëre, do të vjojmë me të vazhdojmë. Po shëtin, au kënoqiti. Shkodra si qytet është i vendosur në zonën fushore, bregdetare apo kodrinore? Je i sigur? Jam shumë i sigur. Se? Se ton jetë në Shkodrën e kanë thonë, ikë më mëllok. Unë hajlo, s'kam një me hedhë një tenë të thonë, ikë më fushor, ose ikë më bregdetar, ose ikë më kodrinor. Si që ne në malore, se malore në kanë thonë e malore kretina. Por mos haro se Shkodra është vetëm 8 metër mi nivelin e detit. Datit, pa, bregdetar. Por edhe 30 kilometër larg detit. Param datit, ose fushor. Fushor. Po. Klikojmë? Klikojmë? E provojmë. Po ti vojmë? Bravo! Keni fituar 100.000 lekë të vjetra. Fushor, ne? A mor vesh? Të nderuar spektator. Mos Shkodrën dhe mos për në fanë malak. Nuk e kanë fushor, moj? Pyetja e tretë dhe e fundit. Kush është më rehat sot që po bën kokrën e qefit? Prefekti, ministri, pensionisti apo asistencialisti? Në zërdu, këta dytë partë një për ashtë të kretë. Këta janë për bugojë. Në hishta. Këta unë janë harë me këta dytit, me këta pensionistët edhe me asistencialistët asistent.
asistent, profesor, doktor, asistent, regjizor, a fjale mëme? Atire kërkoni ndihmën, zotri. Këtu, ja, po të një më vetë të shti. Në mbledhjen e fundit të Parlamentit Europian, doli që në Shqipëri, kokrën e qefit që bëman, është roja. A ti ka i tra shkepa. Ojdo, edhe më se qarmak. Ti ka i tra shkepa, të qarmak. Qara, i këtë. Ti për nga rama, më më një më ndreq. Ju lutem, zotri. Shikja, ma klikot pensionistin që rivelloshin dominat të ditën të lulisht aty thohen fakirat. Pensionisti. Pensionistin. Mërshme. Qash? Ministri? Qa? Ka mundësi. Më vonë. Ministri? Po. Kur dush ka mërë me Kovac? është ka tru kompjutri. Regulloj se po mërë qafeve tjesë. Ma shëtë keshën regulloj. Atire e lëmë kështu. Keni fituar 100.000 lekë dhe boni një përshëndetje. Përshëndes mam. Ba. Edhe të gjithë ata që më duan dhe i dua. Dite në mirë. Dite në mirë. Atire le të vjojmë dhe fituesin ton të dytë. Wow. Po më duke tip intelektuali. Nga vini, zotri? O Shkodra. Nga Shkodra. Por se keni mbaruar? Na kena maru kret. Pa ta shkan jeta në Shkodrë të thonë që po na bojnë këta. Filloj me pyetjen e parë, zotri? Sërman. Atire, lufta e Vlorës e 1920-ës është zhvilluar në Korçë, në Puk, në Vlorë apo në Librazh? Pyetjet mos zoshme në shkodronëve në Imoni. Se nuk keni dëgjuar për Selam Musajin? Për Selam Musajin edhe Eduard Selamin. Selam Musa Korçari. Ja. Unë do të ndihmoj, zotri. Në këtë qytet, Ismail Qemali 8 vite më parë ka ngritur flamurin kombëtar dhe shpeshtues Ismail Bey. Ismail Bey Librozhni. Ja. Unë me gjithë se me gjithë se Bujari dhe Lazarini shpesh më tërheqin vëmendjen, unë përsëri do të ndihmoj. Ke dëgjuar një histori të thuhet edhe plaku i? Plaku i Puks. Ja, plaku i Puks ka kallëzu kohën. Do me rreziku për këtë pyetje. Do mu djek, do me rreziku. Lufta Vlorës a zhvillu në Vlorë. Në Vlorë. Klikojmë? Orma? Klikojmë, them. Nuk e njëftë. A Shkodrana? E drejt. E provojmë, zotri. E provojmë. Bravo, zotri. Bravo. Keni fituar 50.000 lekë të vjetra. Kush së njëftë Ismail Qemal Vlorën e Selam Musa Salarin. Po këtë duke lezuna për gazeta, sa është tremnu historia, pritë e zëtë thosh, më së zhvillu lufta Vlorës në rapet Puks. Atire do të kalojmë në pyetjen e dytë, zotri. Dhe pyetja e dytë është shoqërore, e cilë duhet jetë dhe përgjigja. Atire, kush nga deputetët është më i bukur? Po të në bukur janë me të bukur. Hamdi Jupe. Vësh? Hamdi Jupe, Peter Arnori, Nami Sofle, apo Arta Dade. Po këta Arta Dade që kanë fut këtë tumën. Po krasuet Arta Dade me Hamdi Jupen. E keni zgjedhur ndihmën, zotri? Po, Edmond Halili. Edmond Halili, një duar trokitje për Edmond Halili. Atëhere, zotri, kërkoni ndihmë. Nuk po shpenzoj si është të shparuj për më avonë më ime. Ashtu? Po? Nuk, viza,
Amaj se ty, Rudina, që ataku me kënë të shepar edhe femën, Amaj bukur, ama simpatik, se nërshon shumë, se po tjetë për mos simpatiku, është në amiku, në amikdokle, pa ba me lypë shumë. Kë Pjetri, Arbnori, kjo është kalafat i malë. A keni po, tanë jetën rrinë pa u kre. Nuk si ka që rupë. Dhe nuk e pas keni aty, jemi në gjonën, se pas keni, atëherë, du mu djekë. Ose du me kërku dhimen. Për mendimin tonë personal dhe të elektoratit tonë personal, më i bukri nër deputetet është Pjetër e Jupe. Ku për mu, që kam hek me morë për Shkodrët, me për unë tironë. Rëbërë, unë vërë dhe kam bërë. Jem për hamë, ma. Rizë, hajte, vej vetë buke zisë, hajte. Du me rëziku, du mu djek, maj bukri është Arta Dade. Arta Dade. Bravo, zotri, keni fituar 100.000 lek të vjetra. Do të vazhdoj me pyetjen e tretë të fundit, zotri. Si duhet të vishet vëndri në ditën e dasmë? Me kostum komtar? Bukur? Alla franga? Me këtë hajri. Sportivo? Po? Apo nudo? Si nudo? Lakuric vëndri ndashëm? Ja, si ka arkoha më duket, shpejt për shofim lakuric në përdashma. Edhe krushit me orë lakuric. Edhe për hajt dy palve. Edhe orkestra lakuric. Edhe zoti shpis në brejk bonjet. Mirë se na keni arë, A i kam fitu i 100.000 lek. Igo. Një minutë të tri, duhet të plikojmë, zotri. Se me kliku me kjash mu bahër, kur nuk thoni me ardhë edhe në ndoja bolero. E zyshi me risa, hajde me ma. Do t'jojmë tani me fituesin ton të tretë dhe të fundit. Nga vini zotri dhe ku e flet biletën? Pa me ka qetë është muaj që shba këshuan. Undro? Që është madhe, kam fitu në basë, A në basë? Jam për i Shkodrës, dhe për i Shkodrës. Në Shkodra! Qa kena, mira? I ju është mirë. Atire, zotri, do të filloj me pyetjen e parë. Shtombi i kavajë ndodhet në rrethin e Pogradesit, Elbasanit, kavajës apo Kuksit? Shqipnia shkam graniti në brigjet e Pogradecit, ja si kam thënë kështu. Në Elbasan ma lutem shumë, hashte e konga, le të rjallë qeliku, për të feke plushe, le të pëcas armiku, ma i kala e kuqe. Mua dhe gjeta, ja se gjeta. Mdel kala, mdel edhe qeliku, pas mdel shkomi. Në jo, ta dojnë të fti. Ata... Bobolim, të shkomi i ku u kësi i do, që do shpia, me moni fukarar. Ne ma s'ta kush të Që është zotëria, ju lutem? Ashtë një ma jeme, besnik qinori, a njëf? Besnik Qinari! Ua qarko incidente! Tre artistët e stradës të Shkodrës në ndim të bashkë qytetarëve të tyre. Kjo është një mrekulli, zotëri. Faleminderit. Juar trokitje për artistët e Shkodrës. Faleminderit. Mele, Po. o mëdër, a ban me ma largu mimin? O, ju Me me lutem, përresu. zotëri, nuk ka mundësi, kështu janë rregullat, Po zotëri. s'fel pason ma burë. Në gjo, Shqipnia është vëni paradoksive. Qa me o Shqipi shnonë kërkum? Aha, Ata për të mendë në ty se ka mundësi që edhe shkomi i kavojës me kënë kavoj. nuk ka parë. Atëre, flikojmë, zotëri? Ma gjicile pak kavoj E rihë. provojmë. Hajde, motër. Bravo! Ha. Keni fituar 50.000 lek të vjetra. E video, e gjitha, 50.000. Ne, do të
vazhdojmë me pyetjen tonë Jo, të dhe, dytë. 50.000 lek i desh. Kush është kryetari i grupit parlamentar të Partisë së Re të Reformuar? Dashamir Shehi, Pritan Shehu, Bashkim Sino apo Nardi Noka? A dashin hizi e se s'merët dhe qaflet? Bashkimi në shtemën. Se e këti fut bashkimi të me? Kujta se s'mare vesh në këshme të manda? As din na gjan kur gjan prej politikë, pa e di se me ka bashkimi, me bavin komptar? Mabet. Kurse të Nardin nuk e zgjadhin se është prej Shkodrës ai. Nuk e zgjadhin Shkodran. Çdo thot që është Shkodran. Shkodran, Po po? ti je Shkodran tana i ban. Mirë, bërë me kërku ninën. Po zotri. Nim! Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Reformuar në një herë të vogël, që me zy shifet, është Gelspolo. Qatë thot Gelspolo, po në tonë, po për në atë mundë. Ma që t'jas? Por ja Shmur gjo. Zërën si një jarë. Hajtë mari, asë shka. Ik! I të patë presë, s'kam lek për shkur Shkodër. Ik më kam. Ik më kam. O, motër. po? Ma ki cile je në Nardin aty? Nardi Noka. Nardin Nokin, po. Bravo! Keni fituar 100.000 lek të vjetra. A sosh? 100.000 lek. Gjot! Ka të frena Bedionet, të Brazili, 100.000 lek i fitoa. Vazhda, ka ma pytje. Me pyetjen e tretë dhe të fundit. Hajde, mote, hajde, jeti. Ekipi i Vllaznisë është skuadër e qytetit të Gjirokastrës, Ulqinit, Shkodrës apo Lezhës? Aha, ka pytje shtirë. Ka shpytje për gjekpat. Qa keni motër me një Shkodran, këtë dhe se s'dimna të marrë vesh për sportera? Nuk është të Gjirokasës, se me kene Gjirokasës i thojnë Vllazëria. Ulqinat s'merre me turisje, s'merre fort me futbol, e Lezha ma dje se ka Polonia. Lutem shumë, pa të agarroni, qa kemi ne sindiqet dhe shpytet e fëtira? Ha? Apo në keni nati shkodan? Sa e shqitari, me bërë ju shpytet e fëtira në shë? Qa ke e bërë motën, qa ke? Qa bërë, qa e kena bërë në shkodan ju, he? Gjë bërë shpytet e fëtira në shë, he? Qa ke e bërë? Ha, ma bërë po, he, ma bërë po, he, ma bërë po, Shkallë, zëtë, shkallë. A lutëm, qa lutëm? Pyte në shtia me shtetë të rënë të të shkëtë. E për e që ditë në shëtë të bërë e zinë rrina ato. Pyte në shtia. O, Vllaznia është e Shkodrës. Është e mirë të nësens. Vllaznia. Kënë se se tina, e në qitë mund të rimina. Me në shetitu me në kasu, me në su njerës. Ju lutem zotërisë se jemi në transmetim direkt. Për në publicitet të ty publicitet. Ka publicitet tani, ju Po në bërë atë programin njoftime. Po t'i bëjmë në mëj, po t'i bëjmë në. Hajde. Njoftimet? Njoftime, edhem. Këllë dhe më të Njoftojmë të gjithë refugjatët që janë jashtë shtetit. Na i sjellin adresat e sakta se asistencën do t'ja çojmë me DHL. Të nderuar telespektatorë, ju njoftojmë se në ora 1 mesnatët vinë dritat. Te ura bunës. Ko? Inaugurohet ura motit. E shkyll qiritin Silvio Berlusconi. Sa të shpilën Berlusconi mëllet ura. Mene,